Në fakt, në secilin vend që udhtoj nëpër fshatrat e Republikës së Kosovës, për fat mirë mikpritja ka mbet ende dhe ka qenë njëra prej traditave prej neve shqiptarëve që nuk kanë ndryshuar edhe shumë. Tu ecë nëpër Ujmir të taku njerëz të cilët janë shumë mikprica, u nola në oborrin e Zotit Fadel. Fadel Shala, jemi tek lagja Shala, sepse thuhet që shaljanët janë mavenali të Ujmirit, kështu që me një kënaqësi u ndola tek një person që i ka dhënë arsimit për 33 vite në qoftë se nuk gabohem, por që ka përjetuar edhe të mira edhe të këqija në Ujmir. Pasi Fadel, faleminderit shumë që na pritën këna. Faleminderit për juve, respekt. Kënaqësi shumë e madhe. Pasi Fadel, në hymje të emisionit krejt, e kum bo një farë përshkrimi vetë nështë diçka kum gabu, po besoj 66 vite mundesh me i pas Ujmiri komun. Kam bisedu me bacin e mërë, po kam folë për çështje tjera, po e mon men Ujmirin si komun? Une e moj men, kur vetë si mëzën që kum shkru, komuna Ujmir, vendlindja Ujmir. Që ka pas në Ujmir? Dëgjova që ka pas shkollë, të mesme. Ujmiri në ato vite, nështë ta keq është me thonë se dikush të që po këshur po ngrit, për në Ujmir ka qenë edhe shtëpia, më them tash pithojnë shtëpia e kulturës, sala e filmit, në ato kura. Këto, në Ujmir, nështë ta ke po aty afër shkollës, ku a shkolla re që aty masoj ka qenë ndërtuar. Që ndoshta edhe në për qytetë nuk ka ekzistu që ajo sala e filmit, e teatrit. Në Ujmir, e moj menune kur kanë qenë dykun 13 shitore. Me mallra, me gjithçka. Çdo mall që u gjetë në Prishtinë, po thamë, e ke pas në Ujmir. Në Ujmir u ko tregu, ditën e pramte. Në Ujmir e di që kanë ardhur njerëzit në ato kohra, ashtu e në 3, që kanë ardhur me nxjerr teshat numses. Po. Na për shitore të Ujmirit. Në treg të Ujmirit kanë ardhur prej Gjakove, që Gjakovac dihet që janë për rroba. Prej Gjakove, prej Peje krejt tregu i Ujmirit u konë edhe në Ujmir, u konë stacioni trenit edhe sot, që janë bo zbrozja mollra, nga kim shkakimi mollrave, që kur nuk ka qenë stacioni i Ujmirit, bili pa një tren, transport. Shkolla, kur kum qenë në Ujmir, që kanë mësimet në Ujmir, e ka pas Ujmiri vetë, si qeva, një lagje ose fshatë Shtarica, Dëbërdoli, Qabiqi, edhe prej të 5 deri në 8 kanë ardhur Glareva. Edhe një numër i vogël, s'më me thonë që kanë qenë shumë, po një numër i një lagje poshtë Taqarevës kanë ardhur. Dykun mos gabofsha, se s'më me dho shifra, nështë edhe po harroj se mosha bët veten, dykun në 1300-400 zonë, që e ka pas Ujmiri deri 1600 ka shku. Nështë edhe ma shumë, shifrat sakta nuk më me thonë. Po, kur nisi me ndryshu qaq drastik, po i them kështu, se sot e shohim Ujmirin shumë qetësi, nështë shumë vite mrapa. E se edhe diçka harrova po ndërprej. Po, patjetër, falë. Në Ujmir ka qenë ambulanta, ka qenë posta, kretu në Ujmiri që shë ka sot klina, po e zonë, që e ka policin, e ka komunën, e ka ambulantën, e ka postën. Në Ujmir krejt që tu Ujmiri u ka. Që kam mbledh njerëz ndoshta për... Prej Malisheve, prej Rahovecit, në Ujmir ka ardhur. Normal djetë atër kanë ardhur tu ka. S'po foli për rreth Drenicës këtu, që ka qenë qendër. Kur ja nisi me ndryshu edhe pse, a boni emigrimit vetën, apo jo? Jo. Në atë kohë nuk e ka bo emigrimi, në atë kohë e bënën dihet mas vitet 66, mos gabofsha që të dykun, në Ujmir e moment që ka posë edhe Serbë në stacion treni. U po tash që veç komuniteti Serbë ish mbi neve, edhe e tërhoqi komunën e qenë. Komuniteti Serbë ka qu. Pushteti Serbë, komuniteti po pushteti Serbë. Edhe si e tërhoqi komunën, atëherë normal që gradualisht të një tërhoq. Një kohë s'ka pos polici, zyra vendit ka qenë, po të një normal që shkoj tu dobësu me një fjallë. Periuda ma e ronë, sigurisht edhe për Ujmirin, dëgjova që është periuda 98-99, lufta e fundit në Kosovë. Di Baci Fadel që kontribut, jo vetëm me luftu, po kontribut ka qenë edhe arsimi, ka qenë edhe shkujtja dhe në Shqipni,
bajtja armëve, keni qenë njëri prej tyre, a ka qenë realisht periudhë shumë e rëndë për juve që ndoshta e keni kry një shërbim dënë se nuk keni luftu, nuk keni qenë në veshje të ushtarit të ushqimtarët të Kosovës? Qëre vitet 88-89, përgjithsisht në krejt Kosovën po foli veç për ujmirë, për bashkësi lokale të për ujmirë dhe për rrethin. Shteti serb i largoj, ja ndaloj shkollat në Klinj. Erdhë shkolla mesme në ujmirë. Do më thonë kena punu fillorja dhe mesme bashkë. Në çdo kohë vishin kohë pas kohës si dihet si policia serbe, edhe pranone plan programin se kena pranon. U ko ajo kohë shumë e vështirë ku një moment po tregoj një rast e një kushëre ka qenë Hamit Shala, ku drejtori i shkollës, edhe ja ardhe i kanë një zyre. Drejtor, pse ti po i mon gjimnazin këtu, në Xhanxat? A di që ka qenë shprehja ti? Ku tha mi qunë në Hoveca, tha unë të metë jënë tha qëtu, kanë me kry. Shumë herë na kanë hinë tash, nështë për dikun është qesharake, po s'po du me cek me emen, në zonë që bile edhe ajo kish përmend, që tash dikun, që ja kum ju më detyru në fund vitit, unë ja kum dhonë meditor, me diftesa kur ka ndalë me Republikët Kosovës, për drejtari e ka këcy, edhe vike i ka nolë që ka. Imagjinohet. Kena punu për 20 marka, po ma vlerë kanë posë që ato 20 marka që ne ka dho populli, vetë. Se do shta mos tëmë në rrugë e sodit. Na kanë mojtë bashkë fshatartë për drumë, se s'kena posë në zemje, e di një rast, edhe me emen muj me cek që e kanë najthoj me stajgjë, nuk e di qush e merne jo, që e maru, kur u hargju stogu shku e kanë dzirë drumë, ka s'kom tjetër drumë merne që. Pun po foli për rrethin tonë, u ka një bujari e teska ishme. Qka ka posë mundësi me ndjenja shpirtërore, me mundësit ka një mund. Kështu që ato vit janë ko vite shumë trona, pastaj veç filloj lufta, hinëm na këtun prej dushit e në kiton, e bënën ushtria shlirimtare e Kosovës, aty një lloj kufiri, kanë qenë këtu kur u bo vorrimi këtij ushtarit të Dgllareves, të Harojamin, kanë qenë këtu në mirë. Më thonë me një fjalë, kur u dhejz lufta mirë, atëre jenë tërhjek fshatrat Dgllarev, fshatrat për rreth, kanë najt një kohë në mirë, me qa kena pos mundësi, kena ndihmu, qa kena pos mundësi. Po. Atë qato vite jenë konë për neve, për kretë Kosovën, s'moj me thonë, po jenë ko vitet. Se cili në përvendin e veti ka pas ato sfidat? Ato moment, ato sfidat që kanë. Po me një fjallë, populli ka qenë shumë i lidhun me vetit, shumë i dashur me vetit, shumë e ka respektu njoni tjetrin, edhe i ka ndihmu. Nuk po du më kalu me full për kunat e sodit për momentet se s'jem kërku. Ja po në dona me të pyta, se kure qetë një tavërin, për gjallë dhe 6 vite, diferenca so ka ndru në kohë lufte, kur ti një ka shore bëk ndoshta e ke ndomë njëri tjetrin, sot kur vim 27 vite pas, gjithat mirat i shohim edhe tek ti, por edhe tek banorët që është ndërtu i mirë, e gjithë Kosova, një diferencë shumë e madhe mënyrës së jetuarit Balqifadil. Pse? Në ato kohëra kena pas varfëri, po kem pas dashuri njëri me tjetrin. Sot kem shqyqur zotit tana. Une nuk po fuli për fshatonin, se në fshatonin kur nuk e mon mend dikush një nga tres. Ma të voglin, as babgjyshi se ka mojt mend, si fshat, jemi shumë me vetit lidhun, shumë e dojmë njëri tjetrin, shumë e me gjithë se koha na u ka imponu sot që është një kohë shumë dinamike, nuk ki kohë ti me nejt, po me një fjallë si fshatun po foli, jemi shumë me vetit, qka është tashe ma mirë as mirës, që rinia sodit, po foli për fshatemin. Po. Rinia sodit tena nuk ka ditë mbrëmje, ose me ngjese që dolin bile me pi kafe me shku. Për fshat jemi shumë. Unë atë fjallë e thash, nivel të Kosovës. Po, nivel vendi. Nivel vendi, nuk fola nivel fshatit. Nivel vendi, më vjen keq me thonë, po pasha zotën si. Pse nuk po du me hi në politikë. Jo, as pak, as në realisht du me përmend, po realisht aja njës ma vjen pak për politikës që ndikon edhe tek populli Balqifadil.
është një fjalë e ronë me thonun e ty. Kur ti ke bon një punë, edhe me thos se ke bo ti e ku bon, është fjalë e ronë. Shumë e rëndë. Shumë e rëndë është. Që ti ndoshta ke vujt, ke hjek, ke derë djerës, s'ke pas me hongër, me pi, e jarë deri që tu e ke prunë. E sot mu që me thonën e ty, ti si e konë, s'ke bon, fjallë e rëndë. Kjo është e rëndë. 30 so vite në arsim? 34 vite e 6 muaj e do detë. Nuk e di so. Arsimi atëherë dhe tash? Qish po e she? Qore, A ka ndryshu edhe këtë diçka? Më vjen keq me fol, se arsimi asoj kohe, është ka qenë shumë ma punë në bo. U bo një punë, si me thonë, jo kompjuterike, si sa, po u bo një punë serioze. U bo një punë që kem punu o burë, edhe pse kem vujt kem punu, edhe pse nështë ta nga ka orë të nëzonë si me gjysë fletore, më sto me gjysë lopëci, po të kanë ngu, ka qenë i disciplinum, ka qenë i edukum. Qka unë mbi gjitha, shkolla është një zanotje. Zanot. Profesion, na tash për i thejmë, na i thishëm zanot, tash profesion. është një profesion. Si në qaj futbolisti që lunë, për shamull, ose si një artist, a edukata është një shkati. A kanë dalë pe ju i mirit njerëz, intelektual, doktor, së në përvendet të ndryshme, apo ju? Po. Që kanë kalu në për duart e tua lejmët e tjerve? Po. I kem për shamull, që këmë dhomë se më është Argjendi, tash me thonë, edhe lirisht më i me thonë, që 2 vjetë mësem, për herë të parë në ditarin e ku morë në Aqarev. Vitin e parë, edhe vitin e dytë që kumë punu në Aqarev, unë e kumë posë se Nxancë Sulejman Selimi. Nxancë Sulejman Selimin, po. Sulejmani nuk konë, Syla nuk konë Gjemojli, edhe nuk konë një sultani. Adin djemë të agjës që më pujtohen, se mësusi man men më të mirët, edhe më të problemat. Po, fix, qëta dë. Qëta dë, ata të mesmit. Po, shamull Syla sot guasht, edhe atëherë më i me thonë që ka qenë shumë Nxancë i edukum, i kulturum, i selsh. Edhe Nxancë i mirë. Mos tim tash të kem, tash mund po bifasuna për shamull ku im shku në klinë ambulant, ku im ka thonë Nxancëja jam, qush jem, që sa je mirë. Po kjo është kënari masanej për ty. Po, edhe fshati i mirit ka pos edhe njerëz krejt thuja të shkollu, mjek të ndryshëm, ekonomistat ndryshëm. Prej i mirit ka ndollë shumë gjeneratat forta që kanë qenë atë kohë dhe sot janë në për funksionat ndryshme. U i mirë, se unë e ma mirë ja kësha ndru, ja kësha lo banor mirë, që është një tho, njerës të mirë. Po, u i mirë, a mundesh me, ndoshta është emën shumë i vjetër, po, apo djetë gjeneza nga i ka pi kjo emër ajo? Ka shumë të thona, po u i mirë si pas gjitha gjosave, është që në mali ju, në pylli ju, në si të njësët këtu, gjithë lugë shtaj, që të më në lugë, e ka krunin e vetë, burimin e vetë. Ende vazhdojnë me qenë? Po, burimet, që ashtu janë krujet. E gjojnë në atë kohë, kur pas kanë qenë luftat, nuk kanë gjetë ujë me pi, edhe ku kanë shku të në kanë gjetë ujë të ftaftë, edhe ujë mirë, që ujë të mujë, që aty ka stagnu. Bile, në unë pjesën ati ku këna qenë luftë, është edhe i thojnë asot, aty ti këna me të kru një ujë mirë. Se që shkum dhe gju, pejtë më shumë. Pyetja e fundit, so ju jeni shall, edhe so viset e tjerë janë këto, so në bjemra janë... Nuj mirë, janë me fes që janë veç shaljant. Veç shaljant? Pa. Uj mirë. Qëre, uj mirë, në lëme në tonë, hekur u dhe në tonë, janë me lakë, por ata janë me fes shall. Me gjithë se atyne, në letër njëftim, ju shkrunë si qevë, në lëme në tonë. Në si qevë ju shkrunë, më zgabofsha, Bulgaria dhe Austria, kër e kishin konë në Kosovë, e ka ndo për lëmë. Ajo ka posat pjesë, kjo këtë pjesë, edhe që dhe. Faktikisht nuj mirë, venali i tuj mirit jenë shalja. Pasi Valeri, jam shumë i knatë që bisedova me ty, ndoshta me hije me folë për ujmirin e për juve, na dojnë një 2 javë të tjera, po në pikat shkurta një përmbledhje shumë e mirë, urej që me qenë gjithmonë bashku me ju, vetëm në ku lufte, por edhe ku paqe, qysh po vazhdoni. Inshallah. Inshallah, po, patjetër dohet. Inshallah. Kështu që po të falendrej shumë që na pritën kënaqën tanë. Falenderit për juve shumë, respekt, inshallah kalen një mirë, inshallah bëhet mirë. Patjetër që po.
Nuk ka më mirë se sa kur takojmë njerëz të mirë që janë shqipfolsa e mbi të gjitha janë adhetare dhe realisht unë du gjithmonë që me e përcjell përmes emisionit njerëz të tillë. Jo që Kosova nuk i ka ata, por ndoshta dinamikat e jetës e problemet të tjera. Ndonjëherë siç biseduam edhe Basin Fadel, tha që gjenerata pak më e re ndoshta ka ndryshuar gjërat. Unë rrej që për shqiptarët gjithmonë ka me qenë mirë, sepse kjo është edhe detyra jona që me i paraqit se për këtë tokë kanë luftuar, kanë ndërë gjak, e lemo tash që e gëzojmë lirinin. Nga ky moment nuk dua që ta zgjas edhe një pikë, sepse dua ta mbaroj, e jo mos harroni që emisionin Votër mundi me ndjek edhe këto intervistat e shkurtuara deri në takimin tonë të radhës, e që është të premten, qëndroni me emisionin Votër.